Mirë, mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Bëni subscribe. Miqtë mi, sot është e diel data 22 muaj 2 viti 2026, vit që po e shkeli. Dhe, pa marrë parasysh është ditë e fundit e vikendit e diel. Skena politikbërse në Maqedoni nuk rri rahat, ngacmohet. Nga vetë politikbërsit, jo nga qytetarët. Unë do ndalem pak për fillim, jo që e kam harruar, e kam përmendur tërthorazi, por tash do ndalem pak më gjatë me Nikolovskin. Nikolovski është zëvendës kryeministër dhe ministri i transportit dhe lidhjeve në Maqedoni. Kam vërejtur se ai asesi të përmend në gojën plot autostradën Bllac-Shkup, e cila ja po bën 6 vite, 7 vite, ende nuk i duket fundi. 12 kilometra rrugë. 12 kilometra rrugë. Dhe përmendi se çfarë bën ai në ndërkohë. Në ndërkohë, derisa në samitin e ministrave të punës së jashtme në Tiranë, NATO-ja tha, korridori 8 është jetik për NATO-n dhe do bëhet se nuk bën. Zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme doli dhe tha diçka tjetër, me njëherë kontra. Pra, nuk ishte çështje, sepse këtë po e reklamon çdo herë, nuk ishte çështja e autostradës Prilep-Manastir, por ishte korridori 8. Dhe më befason ajo, pse asnjëherë si ministër i resorit nuk përmend dy gjëra. Kur do përfundoj autostrada Bllac-Shkup, e cila është rreth 12 kilometër, ka filluar që 6 vite dhe nuk ka asnjë lëvizje, dhe çfarë u bë me autostradën Prizren-Tetov, të në resorin e tij. Të dëgjojmë se çfarë tha para në datën 19, para 3 ditëve, kur NATO-ja tha se korridori 8 në Tiranë do bëhet. Ai doli dhe tha diçka tjetër, ta dëgjoj. Презираме. Ја сакам да кажам 3 работи кои што сметам дека се исклучително крупни и значајни за градот. Прво е гледате дека интензивно се работи на автопатот кој што оди од Прилеп до Битола и очекувам дека во текот на оваа година ќе ги видиме и првите километри асфалт, иначе таму рокот е до крај на следната година и тој рок ќе биде запазен. Второ, градоначалникот амбициозно работи на... Po pra, mirë po, më befason diçka tjetër. Ai ishte dje në vizitë së bashku me kryeministrin të kontrollit të autostradës të korridorit 8. Gostivar Bukoçan. Nuk e la pa e përmendur prap. Interesant. Dhe nuk e përmendi prap as të di ato që përmenda unë, autostradën Bllac-Shkup, dhe as që përmendi autostradën, jo që s'ka filluar, po kërkum nuk është Tetov-Prizren. Për këtë duhet skuqet kryetari i komunës së Tetovës, i cili premtoi male dhe fusha, po ashtu edhe Vleni. Pra, pse nuk sqaron se çfarë do të ndodh, ndërsa për autostradën që lidh Manastirin dhe Prilepin, do bëjmë çmosta, do ndajmë mjete. Okej, nuk është okej, por ne vazhdojmë më tej. Pra, mbetet dilemë. A thua që ka aq më e rëndësishme autostrada e Prilepit se sa autostrada e cila lidh, kur dihet se Kosova është prioritet nëmër 1 për Maqedoninë, pasi prodhimet e Maqedonisë më së shumti eksportohen në Kosovë, dhe atyre që eksportojnë duhet rregulluar infrastruktura. Infrastruktura, o ministri i Sheshit. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Tash në mbrëmje, në një mision, vërtet është një mision interesant, Kodi, u zbulua se në TV Telma, marijuana që transportohet në Serbi, nga Maqedonia, ka qenë e regjistruar si jastëk i lehtë maqedonas nga Prilepi. Sipas hetimit Kod, marijuana hyri në Serbi me një kamion të deklaruar si ngarkesë me jastëk të lehtë maqedonas me cilësi të lartë nga Prilepi, me pendle, të cilët supozohet se do transportoheshin në Manchester të Anglisë. Në vend të jastëkëve, kamioni ishte ngarkuar me 200 kuti me nga 6 kg marijuana. Kodi thot droga dishohet se është ngarkuar në një parking pranë Sveti Nikollës, ku është sjell me disa automjete nga kompania Alfa Farm, pa shoqërim policor. Jastëkët fillimisht janë hequr nga kamioni, janë ngarkuar përsëri në një automjet tjetër, pas së cilës i njëjti kamion është mbushur me kutitë e marijuanës.
Nuk do në emrin e shoferit, sepse është edhe emri i shoferit, ai le të mbetet kodit. Por, më ka pasuar edhe ministri i policisë. Vërtet, Toshkovski, i cili nuk po jep deklarata se çfarë po ndodh me hetuesin. Deklarata dha ministri i shëndetësisë sot, Azir Aliu. Azir Aliu vërtet kritika, mund të ketë aftësi profesionale, nuk dishojnë atë, më mirë po aftësi menaxhuese si ministër është ndër nivel. Të dëgjojmë se çfarë tha sonte Azir Aliu lidhur me këto situata me ngarkimin e 5 tonëve të drogës. За жал, досегашните процесирани компании, 10 на број до денеска, резултира дека треба 6 од лиценците да ги одземеме и ние веќе сме во постапка за да може во вторник на седница на влада да покренеме постапка за одземање на 6 лиценци. Тоа значи дека голем процент од досегашните компании кои што се процесуирани не ги исполнуваат условите кои што се предвидени и строго дефинирани во закон. Po pra, jo pra, po pra, gjithande. Por, vlon Maqedonia me politikbërjen e keqe. Edhe vëmëroja sot në mbrëmje ka dalë dhe thot, shumë interesant, presionet partijake, të udhëheqen nga SDS dhe BDI, shkarkohet gjyqtar brenda një dite, gjithçka duhet të shkonte sipas udhëzimeve të zevit. Mirë po nuk lanë pa e përmend edhe Ali Ahmetin. Ta dëgjoj. Почитувани, партиските притисоци предводени од СДС и ДУИ разрешувале судии за само еден ден. Ристо Катевеновски, поранешен судија на Врховниот суд, тврди дека бил разрешен поради тоа што не дал позитивно мислење за судски случај по барање на тогашната власт предводена од СДС и ДУИ. На судско рочиште, судијата Катевеновски истакнал дека нема да даде позитивно мислење во случајот поврзан со поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и дека ќе биде потребно да се разговара со неговите колеги за понатамошно действие. Но, по само еден ден од оваа дадена изјава на Катевеновски, кој вели дека била дадена за затворени врати, судскиот совет свикал итна седница на која тој бил разрешен. Сведоштвото на Катевеновски води кон тогашните власти, а како што вели тој, неговото разрешување дошло од СДС и ДУИ или во превод од Зоран Заев и Али Ахмети. Ne nuk themi se BDI-a ka qenë lule që i vjen era. Kiksime, gabime, presione ka pasur dhe kanë vazhduar që t'jenë nga BDI. Atë që përmendëm pak më herët autostradën. Mbani mend se si e filloi Artan Grupi me Bujar Osmanin. I nxorën të shkretet turlifari inxhinier atje dhe pastaj i tallnin inxhinierët. Kur gjë nuk patin nga ajo, vetëm fotografime. Me vite. Për shumë shka tjetër, edhe tash ligjet për gjuhën edhe shumë shka tjetër shkojnë mbi qafë dhe shpinë të BDI-s. Mirë po, me fason vëmëroja, e thoshte, sa të vim në pushtet ne do i bërgosim. Ata të cilët janë gabuar në ligj. Dhe hëpërë nuk kemi të pa asgjë. Okej, nuk është okej, kjo veç mbetet në ndërgjegjen e tyre. Këtyre ditëve, vërtet më saktë, kryetari i Komunës së Tetovës premtoi se brenda 6 muajve të mandatit herën e parë do jetë gati. Komuna e Tetovës ende nuk ka miratuar planin gjeneral urbanistik. Dhe këtyre ditëve thotë se është në përpilim dhe detyra për këtë është në Agjencionin për Planifikim në procedurën e miratimit. Shojmë e bëjmë, thonë nga Shqipëria. Mua merr mendje se këtë do e bëj Bilali. Dini pse? Sepse ka interes aty gjithë ata që ndërtojnë dhe kuptohet edhe oligarkët e tij. Kanë interes. Dhe do e bëjnë, po sa do zgjatet nuk e di. Unë çuditem si deri tash për 5 vite nuk e bëri. Poshtë në Tetovë, emërtimi i rrugëve me emrat e personaliteteve nga kultura, jeta politike e kështu me radhë, po vend numëron nuk lëvizën. Edhe pse është caktuar një komision ku kryetarë zgjodhen nën kryetarin, të themi kështu në thojza Albi Qamili.
i cili tha se do punënohet në drejtim të pastrimit të propozimeve dhe kalimit tek emrat final. Në fillim pati shumë diskutime në opinion për shkak të emërtimit të disa rrugëve ku ishin edhe nga njerëz të gjallë, bile edhe brenda komisionit. Pastaj, nga vëmëroja, sigur kanë vërejtje lidhur me disa emra të LSDM-s, por edhe të shqiptarëve. Vërtet është interesant, çfarë lipin ende emrat e ish Ushtrisë Nacionale Shqiptare të Maqedonisë në Tetov? Çfarë lipin? Nuk është okay, por unë vazhdoj më tej. Pra, në Tetov janë gjithsej 265 rrugë, për të cilën 111 janë me emra, 113 me numra, dhe 41 nuk kanë as pak emrim. Bilal, bravo të kohë. 41 i la që 5 vite emne ende pa emra. Nuk është okay, por ne vazhdojmë më tej. Pra, gjithandej vetëm telash. Po ashtu nga fshati Llac, e cila është atje diku mbi Kala, në krah të fshatit Selc, apo siç e thoshte për humor legjenda në Thojza, Fazli Veliu, fshatëz, Llaca është aty në krah të Selcës, fshatëz. Janë ankuar sot se ka pasur rrëshqitje të vetë, dhe vërtet ka pasur rrëshqitje të vetë. Komunën e Tetovës deri nga ora kur dha lajmi, nga ora 14:15 nuk ka reaguar. Inshallah kanë reaguar. Inshallah nuk kemi informatat më të reja, sepse çdo informat kushton. Nga njerë këtu hap me zë, sepse YouTube-ja nuk lejon video pa mos pas të drejtat autore. Ajo që quhet sport, do të jetë kulmi i shumë çka. Mirë, po në Maqedoni kur ka ndeshje futbolli ndërmjet apo sporteve të tjera ndërmjet dy nacionalitete më të mëdha në Maqedoninë Shqiptare dhe Maqedonisë, për ka telash. Në ndeshjen Vardari Bashkimi pati vërtet dhunë. Dhe nuk është askund zëvendës kryeministri Hiseni, nuk është askund të sqarë. Nga ashe kanë thënë dhuna në ndeshjen Vardar Bashkim alarm për shtetin, nevojitet përgjegjësi konkrete të ravarit kuptohet. Ajo që nuk ka befasuar, por është pritur. Konstantinovski doli dhe tha, jo padenterit në këtë gjykatë kushtetuese. Shumica dyfisht vetëm në organet politike. Okej, unë tash do mbahem pak si i mençur. Është e vërtetë që në praktik shumica e gjyqtarëve në gjykatën kushtetuese janë maqedonas. Por kushtetuta nuk kërkon balancë etnike në këtë organ. Kjo krijon një tension mes modelit juridik klasik dhe modelit konsociativ që ekziston në politikë pas marrëveshjes sore. Pra, gjykata është ndërtuar mbi modelin e parë. Pra, model juridik klasik, ndërsa sistemi politik mbi të dytin. Këtu lind përplasja. Nëse në këtë institucion futet parimi i padenterit të Konstantinovski, atëherë vendimarrja nuk do të varet vetëm nga argumenti juridik, por edhe nga përkatësia etnike e gjyqtarëve. Pse trembet atëherë? Çfarë do të përbërnte diskriminim real? Do të ishte problem serioz nëse gjykata do të shpërfillte argumente të forta juridike vetëm kur çështja lidhet me shqiptarët, do të aplikonte interpretim më të ashpër për një komunitet dhe më liberal për tjetrin. Do të kishte model të përsëritur të njëanshmërisë. Pra, këtu analizohen përmes krahasimit të praktikës. Çfarë duhet të analizuar realisht? Nëse ekziston dyshimi për diskriminim institucional, duhen parë vendimet konkrete të gjykatës kushtetuese të Maqedonisë së Veriut, arsyetimi juridik në secilin rast, a ka standarde të njëjtë kur çështja prek shumicën dhe kur prek shqiptarët. Nuk më ja thon fakti që nuk kalon kërkesa, duhet parë pse nuk kalon. Nëse intereson pak më gjatë keni telegram.mk. A vërtet është kjo rënqethse? Mirë po. Gjykata kushtetuese nuk reagon për atë ka njerë, sepse përzihet kryeministri i Republikës së Shtetit Mickovski e kështu me radhë të tjerë politikan në gjyqësor dhe vendimet gjyqësore. Prejudicojnë edhe në zgjedhjen e antarëve të këshillave të ndryshme gjyqësor, mos flasim edhe për prokurorinë. Nuk është okay, por unë vazhdoj edhe pak më tej. Pra, vlon Maqedonia nga politikë bërësit, jo nga qytetarët. Qytetarët e shkret vazhdojnë të pagojnë dënime. Se përket safesytit. Dhe për fund, asgjë tjetër.
Mickovski, qytetarët që kanë punuar jashtë vendit nuk do të paguajnë tativ shtesë nëse dëshmojnë se ai tashmë është paguar. Unë nuk kam thënë këtyre që kanë punuar jashtë shtetit në Afganistan dhe në Irak. Do keni telash dhe problem. Telashet veç kanë filluar. Do thënë duhet ta dëshmoni se keni paguar atje në ku keni punuar, se kanë paguar firmat e juaja tatimin atyre pareve. Nëse jo këtu do t'ju marrin. Vjen shumë keq. Okej, nuk është okej këtu, unë ju përshëndes. Ishit me Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani, bëni subscribe.